Kërcënoi me jetë vajzën e kryeministres Meloni, profesori rrëfen arsyen pse. Autori i një mesazhi kërcënues ndaj vajzës së mitur të kryeministres italiane Giorgia Meloni është identifikuar si Stefano Adeo, 65 vjeç, profesor i gjuhës gjermane nga provinca e Napolit në rajonin e Kampanjës. Adeo shkroi në rrjetet sociale një koment tronditës duke i uruar vajzës së vogël të Melonit të njëjtin fat si Martina Carbonaro, një vajzë minorene nga Afragola që u vra brutalisht në një rast femicidi. Komenti u denoncua menjëherë nga partia Melonit, Fratelli d'Italia, e cila e cilësoi deklaratën si të frikshme dhe të papranueshme. Në një intervistë për median lokale në Rom, Adeo kërkoi falje publike duke deklaruar: "Ishte një gjest prej budallai bërë në mënyrë impulsive." Megjithatë, ai theksoi se nuk i dëshiron askujt vdekjen, por nuk është i gatshëm të distancohet nga bindjet e tij politike.